Shkolla Fillore Abdyl Frashëri është një institucion edukativ arsimor i nivelit fillor, i themeluar në vitin 1985 me vendim të Kuvendit Komunal të Prizrenit. Procesi mësimor zhvillohet nga klasa përgatitore deri në klasën e 5 në 3 gjumë mësimore, duke reflektuar karakterin multietnik dhe gjithëpërfshirës të qytetit të Prizrenit. Mësimi filloi në vitin shkollor 1985-86 me 1417 nxënës të regjistruar në mësim në gjuhën shqipe, shpërndarë në 36 paralele nga klasa e parë deri në klasën e 8. Krahas tyre, shkolla mirëpriti edhe 80 nxënës që ndiqnin mësimet në gjuhën serbo-kroate në 4 paralele, nga klasa e parë deri në të 4-tën. Ky fillim dëshmoi përkushtimin e shkollës për të qenë në shërbim të të gjithë komuniteteve të qytetit. Objekti shkollor shtrihej në një sipërfaqe prej 27.000 m2, duke mundësuar zhvillimin e mësimit në 3 ndërrime. Mësimi filloi zyrtarisht me datën 2 shtator 1985 ditë hënë, me një javë pune prej 6 ditësh. Fillimisht shkolla mbante emrin e lagjës ku ndodhej Ortakoll. Në vitin 1992 ajo mori emrin aktual Abdyl Frashëri në nderim të ideologut të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe kontributit të tij në historinë kombëtare. Me kalimin e viteve, shkolla Abdyl Frashëri u konsolidua si një qendër e rëndësishme edukative, arsimore dhe kulturore në qytet, duke ndjekur me përkushtim misionin për të ofruar arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës në përputhje me zhvillimet shoqërore dhe arsimore në vend. Në periudhën e viteve të 90-ta, përballë sfidave të mëdha politike dhe shoqërore, shkolla vazhdoi të funksionojë si një vatë të rezistence arsimore e kulturore, duke ruajtur kontinuitetin e arsimit shqip dhe duke kundërshtuar dhunën dhe politikat e asimilimit të atëhershëm. Pas luftës së vitit 1999, shkolla përjetoi një fazë rindërtimi dhe zhvillimi, me mbështetje nga institucionet vendore dhe organizata ndërkombëtare, u investua në përmirësimin e infrastrukturës dhe pajisjeve mësimore. U themeluan kabinete mësimore, biblioteka moderne dhe u siguruan mjete teknologjike për një proces mësimor bashkohor dhe efikas. Në fillim të viteve 2000, shkolla u përshtat me kurrikulën e re të arsimit fillor në Kosovë. U rrit niveli i përgatitjes profesionale të mësimdhënësve përmes trajnimeve të vazhdueshme dhe nxënësit filluan të marrin pjesë në mënyrë aktive në gara, projekte dhe aktivitete jashtëshkollore në nivel lokal dhe nacional. Në dekadën 2010-2020, shkolla Abdyl Frashëri e konsolidoi reputacionin e saj si një nga institucionet më të suksesshme në rajon. Numri i nxënësve u rrit ndjeshëm, ndërsa mësimi vazhdoi të zhvillohet në 3 ndërrime për të përmbushur kërkesat e komunitetit. Në këtë periudhë u krijua një frymë intensive bashkëpunimi me prindërit dhe organizatat lokale me synim për fshirjen aktive të komunitetit në jetën shkollore. Në vitin 2018, me vendim të themeluesit, shkolla u nda në 2 nivele arsimore. Shkolla Fillore Abdyl Frashëri për klasat përgatitore deri në të 5-ën dhe shkolla mesme Ulët Hysen Rexhepi për klasat nga 6-ta deri në të 9-ën. Gjatë pandemisë së Covid-19 pas periudhës së vitit 2020, shkolla u përball me sfida të reja, të cilave ju përgjigj me fleksibilitet dhe përkushtim. U aplikuan metodat e mësimdhënies në distancë dhe pas rikthimit fizik në shkollë, u morën masa të rrepta për të siguruar kushte të përshtatshme higjieno-sanitare dhe për të rikuperuar humbjet mësimore. Sot aktualisht, shkolla Abdyl Frashëri vazhdon të mbetet një institucion model në qytetin e Prizrenit. Ajo numëron mbi 1500 nxënës dhe mbi 80 mësimdhënës profesionistë, të cilët punojnë me përkushtim për të ofruar arsim cilësor. Shkolla është e pajisur me shërbim pedagogjik dhe psikologjik, shërbim stomatologjik si dhe shërbim bibliotekar. Godina shkollore ka një sipërfaqe të mjaftueshme me 20 klasa mësimore që plotësojnë standardet higjienike dhe teknike për zhvillimin e mësimit cilësor. Gjithashtu është e pajisur me teknologji moderne didaktike, tabelat e mençura, projektor, laptop, fotokopje dhe të tjera, të cilat mundsojnë planifikimin dhe zhvillimin e procesit edukativ arsimor gjithëpërfshirës dhe cilësor. Shkolla gjithashtu ka fushë sportive dhe sallën e edukimit fizik dhe të shëndetit. Krahas mësimit të rregullt dhe aktiviteteve jashtëkurrikulare, shkolla është përfshirë në projekte të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare në fusha si teknologjia, inovacioni dhe mjedisi, duke bërë atë një institucion dinamik, modern dhe të përparuar. Objektivat për të ardhmen janë këto: shkolla synon të rrisë cilësinë e mësimdhënies përmes përdorimit të metodave bashkëkohore,
forcoj bashkëpunimin me prindërit dhe komunitetin lokal, zgjeroj përfshirjen në projekte edukative kombëtare dhe ndërkombëtare, modernizoj infrastrukturën mësimore dhe digjitale, si dhe të edukoj breza të rinj të përgatitur për sfidat e shekullit 21 dhe të tjera.